Gabimet që duhet të shmangen gjatë jashtëqitjes. Jashtëqitja është një proces i natyrshëm dhe thelbësor për shëndetin e trupit. Megjithatë, shumë njerëz nuk i kushtojnë vëmendje zakoneve të tyre gjatë kësaj procedure, duke bërë gabime që mund të ndikojnë në tretjen, shëndetin e zorëve dhe madje në gjendjen e përgjithshme të organizmit. Ky artikull shpjegon disa nga gabimet më të zakonshme që duhet të shmangen dhe mënyrën e duhur për t'i përmirësuar. 1. Shmangia e përdorimit të pozicionit të duhur. Shumë njerëz nuk e dinë se mënyra se si ulen mund të ndikojnë në efikasitetin e jashtëqitjes. Udhëzuesit modern rekomandojnë që këmbët të jenë të ngritura mbi një tabure ose stol të vogël, duke krijuar një kënd prej 35-40 gradësh midis trupit dhe kofshëve. Ky pozicion ndihmon në hapjen e zorëve dhe redukton presionin në rektum, duke parandaluar kapsllëkun dhe hemoroidet. 2. Mbajtja e jashtëqitjes për shumë kohë. Një tjetër gabim i zakonshëm është vonimi i jashtëqitjes për shkak të angazhimeve ose thjesht për arsye të zakonit. Mbajtja e jashtëqitjes mund të çojë në tharjen e feceseve, kapsëllëk dhe presion të tepërt në zorë, gjë që rrit rrezikun e hemoroideve. Kur ndjeni nevojën, është e rëndësishme të shkoni menjëherë në tualet. 3. Mos përdorimi i fibrave në dietë. Fibrat janë thelbësore për formimin e feceseve të buta dhe për një lëvizje të rregullt të zorëve. Një dietë me pak fibra shkakton jashtëqitje të vështirë dhe kapsëllëk kronik. Burime të mira fibrash përfshin fruta, perime, drithëra integrale dhe bishtajore. Përdorimi i fibrave së bashku me hidratim të mjaftueshëm e bën procesin më të lehtë dhe më të shëndetshëm. 4. Përdorimi i telefonit ose leximi gjatë jashtëqitjes. Shumë njerëz e shohin tualetin si një vend për të argëtuar me telefonin, gazetën ose revistën. Kjo zakon mund të çojë në qëndrime të gjata në tualet, duke shtuar presionin në rektum dhe duke kontribuar në zhvillimin e hemoroideve. Për më tepër, kjo zakon e shpesh i bën njerëzit të humbasin sinjalet natyrale të trupit, duke zgjatur procesin e jashtëqitjes. 5. Mungesa e hidratimit. Uji është thelbësor për shëndetin e zorëve. Një trup i dehidruar prodhon fecese më të thata dhe më të vështira për t'u larguar. Konsumimi i mjaftueshëm i ujit gjatë ditës ndihmon në një jashtëqitje të butë dhe rregullt, duke parandaluar kapsëllëkun dhe komplikacionet e tjera. 6. Përdorimi i forcës së tepërt. Shumë njerëz e konsiderojnë të nevojshme të shtyjnë me forcë gjatë jashtëqitjes, veçanërisht kur kanë kapsëllëk. Shtyrja e tepruar mund të dëmtojë enët e gjakut dhe muskujt e rektumit, duke shkaktuar hemoroide dhe hernie. Është më mirë të relaksoheni dhe të lejoni trupin të kryejë procesin natyral. Gabime të tjera gjatë jashtëqitjes dhe si t'i shmangim 7. Injorimi i sinjaleve të trupit. Trupi ka një ritëm natyral për jashtëqitje. Shpesh mëngjesi është periudha më e mirë për shumicën e njerëzve. Shumë njerëz e shtyjnë këtë proces për arsye pune ose rutinë, duke prishur ciklin natyror të zorëve. Ignorimi i këtyre sinjaleve mund të shkaktojë kapsëllëk kronik dhe shqetësime të tretjes. 8. Shmangia e aktivitetit fizik. Një stil jetese i ulur ndikon drejt për drejt në shëndetin e zorëve. Aktiviteti fizik stimulon lëvizjet e zorëve dhe ndihmon në parandalimin e kapsëllëkut. Njerëzit që qëndrojnë ulur për periudha të gjata, pa lëvizje të rregullta, shpesh përballen me jashtëqitje të vështirë dhe hemoroide. 9. Mos kujdesi për higjienën pas jashtëqitjes. Pastrimi i duhur pas jashtëqitjes është kritik për shëndetin e lëkurës dhe parandalimin e infeksioneve. Përdorimi i letrës së pastër, larja me ujë ose përdorimi i sapunit të butë janë metoda të rekomanduara. Shmangia e higjienës së duhur mund të shkaktojë irritim, kruarje dhe infeksione të vogla, veçanërisht tek zonat intime. 10. Varësia nga laksativet. Disa njerëz përdorin laksativ rregullisht për të lehtësuar jashtëqitjen. Përdorimi afatgjat mund të bëjë që zorët të mësojnë të varen nga këta ilaçe, duke dobësuar funksionin natyral. Zgjidhja më e mirë është të përmirësohet dieta, hidratimi dhe aktiviteti fizik për të ruajtur lëvizjet e zorëve në mënyrë natyrale. 11. Stresi dhe presioni psikologjik. Stresi ka një ndikim të madh në shëndetin e zorëve. Kur jemi të stresuar, prodhimi i hormoneve ndryshon, duke ndikuar në tretje dhe rregullimin e jashtëqitjes. Teknikat e relaksimit, frymëmarrja e thellë dhe rutina e qetë para se të shkoni në tualet mund të ndihmojnë në një proces më të shëndetshëm. 12. Mos konsultimi me mjekun kur ka probleme kronike. Nëse keni kapsëllëk kronik, dhimbje ose gjak në fecese, mos e injoroni. Këto mund të jenë shenja të problemeve më serioze si hemoroide, inflamacioni i zorëve apo çrregullime të tjera gastrointestinale.
Konsultimi me një specialist është i rëndësishëm për diagnostikim dhe trajtim të duhur. Këshilla praktike për një jashtëqitje të shëndetshme. Krijoni rutinë, përpiquni të shkoni në tualet në të njëjtën kohë çdo ditë, sidomos mëngjesin. Ushqehuni me fibra, fruta, perime, drithëra integrale dhe bishtajore. Hidratohuni, pini ujë të mjaftueshëm gjatë gjithë ditës. Lëvizni rregullisht, ecje, stretching ose ushtrime të lehta për të stimuluar zorët. Pozicioni i duhur, përdorni një stol për të ngritur këmbët gjatë jashtëqitjes. Relaksohuni dhe mos shtyni, lëreni trupin të punojë në mënyrë natyrale, shmangni forcën e tepërt. Higjiena, pastroni mirë zonën pas çdo jashtëqitjeje. Duke ndjekur këto udhëzime, mund të shmangni gabimet e zakonshme dhe të përmirësoni shëndetin e zorëve, duke parandaluar probleme të pakëndshme si kapsllëku, hemoroide dhe irritimet e zorëve. Gabimet të fshehura dhe këshilla të avancuara për jashtëqitje të shëndetshme. Ndërsa pjesa e parë dhe e dytë përqendroheshin te gabimet më të zakonshme, ka edhe disa zakone që duket se janë të parëndësishme, por ndikojnë ndjeshëm në shëndetin e zorëve. Shumë prej tyre shpesh injorohen nga njerëzit dhe krijojnë probleme afatgjata. 13. Përdorimi i shumëkohshëm i letrës së thjeshtë. Shumë njerëz përdorin letrën normale për pastrimin, duke harruar që fërkimi i tepërt mund të irritojë lëkurën e ndjeshme të rektumit. Një alternativë e mirë është përdorimi i letrës më të butë, ose sprajt ujë të ngrohtë, sidomos për persona që kanë hemoroide ose probleme të tjera të zorëve. 14. Konsumimi i ushqimeve shumë të përpunuara. Ushqimet e përpunuara me yndyrë të lartë dhe sheqer të shtuar mund të pengojnë lëvizjet normale të zorëve. Edhe pse nuk lidhen drejt për drejt me procesin e jashtëqitjes, ato e bëjnë fecesen më të fortë dhe e komplikojnë eliminimin. Ushqimet natyrale dhe të freskëta janë zgjidhja më e mirë. 15. Shmangja e natyrës së jashtëqitjes. Çdo person ka një mënyrë natyrale të jashtëqitjes. Disa duan privatësi totale, të tjerë bëjnë shpejt pavonesa. Shumë njerëz përpiqen ta ndryshojnë këtë ritëm, duke u përpjekur të përshtaten me kohën e tualetit publik ose rutinën e punës. Kjo mund të shkaktojë kapsullëk dhe stres. 16. Mos praktikimi i frymarrjes së thellë. Gjatë jashtëqitjes, shumë njerëz mbajnë frymën ose nxjerrin ajrin në mënyrë të gabuar. Frymarrja e kontrolluar dhe e thellë ndihmon muskujt e barkut të punojnë në mënyrë të koordinuar, duke lehtësuar daljen e feceseve pa përdorur forcë të tepërt. 17. Ignorimi i shqetësimeve të vogla. Dhimbjet e lehta, ndjesia e fryrjes apo irritimi i vogël shpesh injorohen. Megjithatë, këto janë sinjale që trupi jep për probleme të mundshme si kapsllë kronik, inflamacion apo hemoroide. Kujdesi i hershëm dhe ndryshimet në dietë ose stil jetese mund të parandalojnë komplikacione serioze. Këshilla shtesë për një shëndet të zorëve optimal. Përdorni probiotik. Konsumimi i jogurtit, kefirit ose suplementeve me bakterie të mira ndihmon balancën natyrale të mikrobiomës së zorëve dhe përmirëson tretjen. Evito stresin gjatë tualetit. Një ambient i qetë dhe relaksues bën procesin më efikas. Kontrolloni temperaturën dhe kohën e banjës. Shumë njerëz qëndrojnë në tualet për shumë kohë duke lexuar ose përdorur telefonin. Kjo mund të krijojë presion të tepërt. Përdorni kohën vetëm për jashtëqitje. Merrni kohë për rutinë të shëndetshme. Ushqyerja e rregullt, fibra dhe uji i mjaftueshëm duhet të jenë pjesë e jetës së përditshme për të shmangur kapsllëkun. Konsultohuni me mjekun për çdo problem kronik. Dhimbja, gjaku në fecese ose kapsllëku i vazhdueshëm nuk duhet të injorohen. Specialistët mund të japin trajtime dhe këshilla të personalizuara. Përfundim. Gabimet gjatë jashtëqitjes mund të duken të parëndësishme, por ndikimi i tyre afatgjat në shëndetin e zorëve është i madh. Duke shmangur këto zakone dhe duke ndjekur këshillat praktike dhe të avancuara, mund të përmirësoni tretjen, të parandaloni hemoroide dhe të ruani shëndetin e përgjithshëm të zorëve. Një jashtëqitje e shëndetshme nuk është vetëm një çështje komoditeti. Është një pjesë themelore e mirëqenies së trupit tuaj.